Përshëndetje, ku arritëm për datën 24 qershor të 2025. Duke se është një ditë shumë e rëndësishme, pikërisht dita e martë, ku na mëson shumë gjëra mbi çështjet që kanë të bëjnë me punën, mbi ndryshimet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe jo vetëm. Data 24 si ditë mjaft e rëndësishme në çështjet e financave, sepse lidhet shumë me financat, duket se kjo ditë është dita më me fat, sepse ka të bëjnë shumë me diellin që takohet me Jupiterin në Gafore, ku mund të quhet dhe dita e vitit për shumë arsye. Dhe keni kujdes dhe vëmendje. Ky është një kënd më me fat në astrologji, në mesjellorin që themi neve, që na jep optimizëm, fat, ndihmon dhe të arrijmë qëllimet, hap horizontet tona shpirtërore, njohje të rëndësishme pune ekonomike. Shenjat më të favorizuara janë shenjat e ujit, që kanë të bëjnë akrepët, peshqit, Gafore dhe ndikimi Gafores. Kjo është periudha, është mundësia dhe vendimi. Gjithashtu kemi shenjat e tokës, që janë Demi, Virgjëresha, Briqapi, me ditëlindje të 10 ditësh të parë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pse përmend shenjat e ujit dhe shenjat e tokës? Shtrohet pyetja, sepse këto shenja kanë vuajtur shumë në 2024 në 6 mujorin e dytë, në 2025 në 2 muajt e parë të vitit. Dhe vjen një moment tani për të zgjidhur këtë ngërç, këtë problem. Si në fushën e rolit drejtues, si në fushën e biznesit privat, keni kohën miqtë mi, keni momentin, nuk i heq asnjë presje dhe shfrytëzojnë në maksimum këtë ditë kaq të favorshme, kaq të rëndësishme në ndikimin dhe favorizimin që kanë bëjnë këto shenja. Momenti më i mirë, stabilizimi dhe vazhdimësia është ajo që ju bën korrekt dhe ju bën të ndjeni superior. Prandaj mos e lini pas dore, sepse është një moment fantastik. Një moment që do ngelet gjatë në mendjen tuaj. Mundoni të mbyllni një kontratë. Mundoni të zgjidhni një problem shoqëror, shpirtëror, sepse është momenti, është periudha e artë për juve të këtyre shenjave. Prandaj vjen koha dhe momenti i zgjidhjeve të çdo problemi. Dhe është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment që ju jep zgjidhje gjithçkaje që juve doni. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme dhe kaq të volitshme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo jashtë saj, dhe jeni në kërkim të një parashikimi të detajuar, ditor, javor, mujor, vjetor, atëherë kemi këtë faqen këtu. E klikoni, e shikoni. Çdo lloj pakete që mund zgjidhni atje, mund të shkoni tek fotografia, ajo fotografi që është lart në krahun e djathtë tuaj, kur shkoni ekranin, faq fotoja e parë, që mos lodheni të veni në për lart e poshtë, në për gjërat e imta, por shkoni në fotografi siç është ajo, që është e madhe, ajo e vogla atje, e klikoni dhe ju hapet pikërisht për zgjedhur paketën që ju intereson. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është ajo e vogla atje, ajo dritare, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe të merrni, flasim, bisedojmë mbi telefonatat nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që çdo video në kohën që jemi live, do jemi live shumë shpejt, çdo të mërkur, por do ta them,
e tham pak përpara, po së shpejti, do jemi me tema shumë të rëndësishme dhe të volitshme për juve, por duhet ky butoni këtu, ta klikoni, të ndiqni udhëzimet dhe të jeni gati dhe të merrni përgjigjen live në kohën që jemi live. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës e dashit duket se tani kjo periudhë është periudha më e mira dhe më pozitivja në çështjet që ju kërkoni në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Stabilizimi, favorizimi që ju keni, është koha juaj, është momenti juaj i zgjidhjeve të konflikteve dhe të problemeve. Momenti juaj është momenti kyç që keni tani, është diçka që vërtet është diçka për të lavdruar, sepse juve i keni zgjedhur, jo të i keni zgjedhur gjërat që doni të bëni, por keni zgjedhur problemin që keni pasur. Dhe keni zgjedhur ato që doni të bëni më mirë dhe të arrini në finish. Në fushën e dashurisë, edhe pse me një problem vogël me peshore, duket se jeni drejt zgjidhjes. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e tokës, kjo është shenja e demit. Dhe të dashur, koha dhe momenti erdhi, shfrytëzojeni, sepse ky moment, kjo periudhë, zëvendëson problemet e së shkuarës, i zgjidh me një të rënë lapsi. Është koha juaj, miq të mi, dhe keni kohën më të mirë të mundshme për ta zgjidhur problemet e tjera. Prandaj bini pas, mos e bini pas dore, sepse është koha juaj dhe ka ardhur ora për të zgjidhur problemin. Çështja shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrep, është vetjeta. Mos harroni. Dhe i dokument e merrni dhe do gëzoni. Ju e keni jashtë shtetëror, a është dokument që ka të bëjnë me pasaport, kartë identiteti, apo leje qëndrimi. Kjo, mbetet për të parë, se ke varë një individ pastaj kur ndodhi fenomene dhe kështu me radhë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Binjakët e dashur, si do që t'jenë gjërat, nga do që ta kthejnë, juve jeni në qendër të vëmendjes. Jeni shenja ajri. Pozicionoheni mirë në ato që do të bëni dhe koha ka treguar. Jeni me shumë fat mbi zhvillimet, ndryshimet, korrektësinë që juve keni. Dhe është momenti juaj për të arritur në finish. Megjithatë, një çështje pozitive që ka të bëjnë nga dreka, shikojeni se ka për t'ia vlerëtur. Ka të bëjnë me punën dhe ndryshim pune. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me ujor, është idealja me gërmashtypi. Edhe pse jeni ndarë me shigjetar, duket se jeni drejt bashkimit. Vijojmë tek shenja e radhës, tek uji që do thot gaforja. Bëni pjesë tek grupi i të fituarve ekonomikisht, kontrata të rëndësishme, vazhdimsi, dhe jo vetëm kaq, por jeni korrekt me atë çka doni të arrini, jeni korrekt me punën dhe vazhdimsinë që ju keni. Është një moment i artë mbi takimet që bëhen tani e tutje. Keni qenë gjithmonë zëvendësues, por tani nga zëvendësues do jeni drejtues me firmë, me vulje rrotullar. Arsyeja, po të bënin gjitha shenja se ç'keni bërë ju, do ishim sot, do hani me luk floriri. Por periudha dhe koha do që juve t'jeni të parët. Shfrytëzojeni këtë ditë. Mund t'jetë dita më e mirë e vitit. Pse? Sepse një kontratë që mund bëhen është afatgjatë, është 5 vjeçare. Një punë e re, dini ta bëni mirë, jeni në pozicionin tuaj. E pse mos ta shfrytëzoni? Është koha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me përçap, mos ju ndani. Fitoni përfaqësinë, për ju që jeni në diasporë. Një problem që keni pasur dikur, është momenti juaj të kësaj shenje.
Prandaj nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot Luani. Për Luanët kam për thënë shumë, ndryshime vendime, udhëtime, blerje, shitje, tregti, jeni tregtarë, si t'ja bëjmë tani. Juve që punoni në exchange, jo, nuk jeni dalë me humbje. Fitimi dhe humbja është një 5 lek. Sa vlerë ka i 5 lek, ose 1 lek. Se 5 lek është në treg, po 1 lek nuk është. A i lek, a i bakri, po, ka një vlerë në vetë-vetën e vetë. Vetë-vetën e vetë, ka vlerë, më kuptojeni. Mos e hidhni poshtë, sepse, nejse, do të flasim moment tjetër arsyen pse nuk, para nuk është që magjie, me këta mashtrusët që thonë që bëj këtë, bëj atë, shikojmë në për rëndom, në për Facebook, në për këto për të marrë klientela, për gjëra, për të bëjnë, të përthan që merë këte, bëj këte, merë shekjerin, merë gjizën, merë njërë, merë tjetër, budalli që me o, gjithsesi, nuk për himë saj, por keni kujdes, qoftë edhe një lek, me një veni më njanë. Do më kujtoni arsyen pastaj, më njanë diku, të dini vetë ju. Qoftë bëjeni dhe unazh, s'ka pse, është diçka që do t'ju japi vlerën që ju e takon. Dhe ajo ka një vlerë, është njësoj si një person, një fëmijë i vogël. Po ta kuptoni vlerën se sa ka. Ajo nuk bën as 1 lek, po 1 lek s'den asgjë. Se duan 10 lek më shiqim çakis. Por në anën tjetër, ti po tepër, ça 10 lek, tha shumë, po nejse. Fjala vjen. Ka një vlerë tjetër më një. Prandaj shikojeni. Çështja shpirtërore lidhje që ka të bëjë me ujor është e tjetra. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Për virgjëreshat, mundësia dhe respekti që juve keni si virgjëresh është puna. Puna aktuale që juve mund arrini ta stabilizoni. Mund të arrini të bëni më të mirën e mundshme. Dhe kjo është një stabilizim, një korektësi në fushën e punës suaj, një korektësi në fushën e ndikimeve dhe e ndryshimeve të mëdha që juve keni, dhe është mundësia e artë për të zgjidhur çështjet problematike, për të zgjidhur atë të pazgjidhurën, por gjithsesi është një mundësi e artë për të bërë gjithçka doni, për të arritur në finish në atë që kërkoni. Dhe kjo është një periudhë shumë e mirë mbi çështjet, mbi takimet që keni dhe ndryshimet që doni të bëni. Është ky momenti i duhur. Stabilizimi, konkretizimi një lidhje të rëndësishme. Dhe kjo bën favorin e vet. Përbën atë të komunikimit, të çështjeve madhore që keni. Dhe është momenti juaj. Çështje shpirtërore, me peshk, martoheni dhe bëni djalë. Dhe keni një lajm shumë mirë tani nga mbasditja, do më kujtoni. Vijojmë tek shenja radhës, që është peshorja. Fokusoheni tek puna dhe një ofertë që do të merrni, shikojeni, hidhni një sy, se ka për t'ia vletur në ato që doni të bëni. Çështje shpirtërore me dash. Një shenjë ajri që është peshorja dhe një dash është zjarri, bëhet nami. Dhe zakonisht bëjmë binjak, sepse peshorja ka në gen binjak, nga mamaja, nga babaj, nga tezja, diçka. Më shkruani në inbox, se ka të bëjnë diçka të madhe, që do flasim për gjëra interesante mbi astrologji. Por gjithsesi ka të bëjë shumë. Stabilizimi në dokumentacione është aja dhe shëja për juve. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Për akrepët duket se tani marrin zjarr, marrin hovë në lidhje me ndryshimet të mëdha që ata kanë në fushën e karrierës, sepse ndryshojnë shumë në ekonomi, stabilizojnë, bëjnë një blerje shumë e vënd, një blerje që konsiston për të ardhmen e ndritur në fushën e karrierës së tyre dhe jo vetëm,
kurse në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me peshk është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, janë shigjetare. Për shigjetarët duket se kjo periudhë është periudha më e artë. Fillon nga tani. Shenjë zjarri, shenjë vrulli, ekonomi stabilizim, ndryshime dhe momente. Dashuria me binjak mos u ndani dhe me virgjeresh mos e lini pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë britsjapët. Britsjapët e nisën mbar që shka dje, sepse kanë mundësin, rëndësin në fushën e karrierës së tyre. Biznesin, një biznes të dytë e kanë mundësin. Janë realist në ato që bëjnë. Janë kontrollojnë gjërat e tyre. Momenti më i artë që ata kanë të netutje. Dhe çështjet e pozicionimit planeteve dhe të karrierës. Lidhe shumë me karrierën, lidhe shumë me ndryshimet një pas njëshme që ata kanë dhe momenti i duhur në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore, është vetjeta, bashkim familjar, me peshore, bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Ujorët dashur me një fjali, keni kohën, keni momentin për të ringritur. Periudha dhe koha e duhur me stabilizimin dhe ndryshimin e madh që po vjen. Për ju të kësaj shenje, është momenti juaj dhe periudha që ndodhi fenomenet. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi takimet, ndryshimet dhe momentet e duhura. Stabilizimi është tjetër gjë, momenti që juve keni dhe koha që juve doni të stabilizoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me luantën e diçit të tretë, është jeta juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë të tyren dhe është momenti më i mirë, më i mbar në lidhje me punën. Në dashuri janë pak fajtor me virgjëresht në diçit të tretë. Zgjidheni se koha ka treguar që ju e dini shumë mirë çfarë do të bëni. Në bashkim familjar ka të bëjnë shumë me shigjetar të diçit të tretë ose me dem të diçit të dytë. Shikojeni, do më kujtoni, sepse dokumentat janë gati për ju që jeni në diasporë, sidomos në Norvegji. Po, sepse peshqit e kanë, më drejt janë shenjë uji, prandaj. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi, për sa përket datës 24 qershor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, kur ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkëpunimit e juaj, kemi këtë faqen këtu, faqja roz, e klikoni, e shikoni, dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni te sekretaria, atje, ja pra, vendosni të dhënat, masi keni blerë paketën dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që dëshironi të dërgoni mesazh në kohë që jemi live, sepse së shpejti do jemi live. Dhe përgatitemi që çdo të mërkur do jemi live, por do të njoftojmë dhe të flasim direkt me juve për problemet që kemi. Është pikërisht ky butoni këtu, si shikoni duke ndjekur hapat dhe jeni gati pastaj në kohë që do jemi live, do shikoni edhe vetë. Ju e keni parë vetë çfarë them unë juve, ju e kuptoni që Jorgo atë që thotë bën. Dhe pastaj do dërgoni mesazhin dhe jeni gati për të marrë përgjigje. Nga Jorgulla, mbarësi. Gjithë mira.